Është e trisht historia e Nevoganit. Në vitin 1928, këtij fshati të famshëm ju kthye emrin në Flamburo. Në ditët e sotme aty ende banojnë shqiptar ortodoks dhe pak vllehë. Por sipas të dhënave nga viti 1912 deri në vitin 1928, në Negovan banonin rreth 1100 njerëz. Ky fshat është i njohur për adhetarizmin e banorëve të tij. Në shumë shkrime të mëparshme kemi përmendur që në fshat u përhapën shkollat shqipe dhe u mbajt mesha në gjuhën shqipe që në fillim të shekullit 20. Fshati është i njohur sepse këtu lindën figura të shquara shqiptare, ndër më të njohurit Papa Kristo Nevogani dhe Theos Harambadhi Negovani, të cilët u vranë barbarisht nga grekët në 1905, sepse u mësonin fëmijëve të fshatit gjuhën shqipe. Papa Vasil Gjik Stilo është nipi i Negovanëve, i cili më 1980 bëri përpjekje në kishën e fshatit të mbante meshë në gjuhën shqipe dhe e goditën me thika gjatë meshës dhe vdiq më 16 janar 1910 në spitalin e burgut të manastirit. Për vrasjen në Negovan të priftit shqiptar dëshironte të kthente ligjet e rurë në kishë nga gjuha greke në gjuhën shqipe, ka shkruar dhe Brailsford. Sipas të dhënave që disponon historiani i njohur Arben Llalla në librin e tij Demografia e viseve veriore të Greqisë, shumë dokumente historike vërtetojnë se Nevogani ka qenë fshat i pastër shqiptar. Pleqësia e fshatit në fund të vitit 1909 lajmëronte me një letër në gjuhën shqipe prej 3 faqesh se është hapur shkolla shqipe Dituria me mësonjës Petronin Luarasin. Në letër thuhet se shkolla në Negovan ka nevojë për libra dhe fletore, por rreth 40 nxënës, djemë dhe vajza, të cilët e kishin braktisur shkollën në gjuhën greke. Në fund letra është firmosur nga pleqësia e shkollës, kryeplaku Sotir Kristo, antar Sotir Zoza, pleqnar Nasir Tiro dhe mësonjësi Petro. Në fund letra ka dhe vulën e pleqësisë së punjoses në vitin e themelimit të 1909-s. Origjinali i kësaj letre gjendet në muzeun e qytetit Elbasanit. Kjo shkollë u drejtua deri në 1911 nga Petronin Luarasi. Nga Nevogani është edhe ish-ministri i brendshëm i Republikës së Shqipërisë Koçi Xoxe, njëri nga figurat qendrore të Partisë Komuniste. Gjatë kohës së diktaturës komuniste është shkruar se Koçi Xoxe ishte sllavfolës, por në Nevogan nuk ka pasur asnjë fëmijë sllavfolës. Një kushërir i Koçi Xoxës, i quajtur Mihajl Xoxe, në fund të shekullit të 19 kishte ngritur në Konstancë një shtyp shkronjë nga më të mëdha të asaj periudhe në Rumani, ku rilindasit shqiptar botonin veprat e tyre patriotike. Aty janë botuar edhe librat e frashërinjve të Naimit, Abdylit dhe Samiut dhe të shkrimtarëve dhe patriotëve të tjerë të rilindjes sonë kombëtare, të cilët ndezën ato vite shumë ndjenja patriotike. Nevogani në fillim të shekullit të 20 ishte fshat shumë i madh dhe numëronte mbi 500 shtëpi të banuara 100% me shqiptar. Në një shkrim të botuar në një revistë gjermane shkruhet se në Flamburo, Nevogan, kishte takuar një të moshuar që shiste molla anas rrugës dhe ai kishte thënë se shqiptarët vendas nuk guxojnë as të flasin shqip në shtëpitë e tyre. Grekët na kanë asimiluar, nuk ka shkolla shqipe apo institucione kulturore. Nga të dhënat e regjistrimeve të popullsisë që do të sjellim nuk rezulton që në Nevogan të ketë familje slave. Nga të dhënat që jep autori Brankford, në fshat ka 96 bullgar të krishterë, 110 grek, 300 fleh dhe 1080 shqiptar të krishterë. Fshati kishte 2 shkolla fetare, 3 mësues dhe 200 nxënës. Sipas Moldavëshovicit, ai jep të dhëna për 110 shtëpi ku banojnë shqiptarë ortodoks dhe 3 shqipëri velle ortodokse. Në regjistrimin e 1932-shit, fshati kishte 210 fëmijë të huaj që flisnin gjuhën shqipe dhe pak prej tyre gjuhën slave dhe rumanishten, dhe 44 familje kanë deklaruar hapur se janë shqiptare.